Sot, duket sikur gjithçka rrotullohet rreth ekranit të vogël të një telefoni. Njerëzit ecin nëpër rrugë me syt ulur, të përqendruar tek një botë virtuale që shpesh nuk ka as shpirt, as zë, as përqafim të vërtet. Rrugicat që dikur mbusheshin me zëra fëmijësh, me lojra, me të qeshura e thirrje për futboll apo ku kafsheti, sot janë bosh. Në vend të atij gjallërimi, dëgjon vetëm tingullin e një mesazhi që vjen në Messenger apo një video që kalon në TikTok. Dikur mjaftonte një top me lec për të mbledhur gjithë lagjen, një letër për të luajtur, një radio për të dëgjuar një këngë të re. Kinemat ishin plot, teatri kishte radhë, njerëzit njiheshin, flisnin, ndanin emocione. Të rinjt prisnin fundjavën për të takuar në ndonjë shëtitje, në një kinema apo për të luajtur volejboll në oborin e shkollës. Sot, takimet janë virtuale, dashuritë lindin në chat dhe mbarojnë me një sejn. Atëre kishte bisedat vërteta, biseda që lindin nga syt, nga prania fizike, nga ndjenja që jepte kuptim çdo fjalë. Njerëzit dinin të dëgjonin, dinin të respektonin, dinin të pritnin. Nuk kishte nxitim për t'u përgjigjur me emoj, por kishte kohë për një buzëqeshje të vërtet. Në çdo kafene, në çdo stol, në çdo obor, dëgjoje histori, jete, kujtime, batuta dhe ëndra. Sot njerëzit janë pranë fizikisht, por larg shpirtërisht. Miqësia dikur linte nga përjetimi përbashkët, nga një udhtim, një lojë, një sekret i ndarë mes shokësh. Tani mjafton një follow dhe quhemi miq. Por a e njeh vërtet njeriu që ke përballë ekranit, a di çfarë ndjen? Apo e njeh vetëm nga fotot dhe statuset që zgjedh të publikoj? Dikur, dashuria linte në sy, në një përshëndetje të ndrojtur, në një letër të vogël të fshehur në çantë, në një shëtitje në dritën e hënës. Ishte thjesht, por e thellë. Sot, dashuria është bërë algoritëm. Numërohen like e views e reaction e romanca është zvendësuar nga filtrat dhe nga historitë 24 orëshe që zhduken sa po mbaron dita. Por ndjenjat e vërteta, ato nuk fshihen, nuk skadojnë dhe nuk ka nevojë për wifi për të ndjerë. Në ato vite komunikimi ishte i ngrohtë. Një vizitë në shtëpi vlente më shumë se 10 telefonata. Një kafe e pirë bashkë kishte më shumë vlerë se një like. Njerëzit prisnin njëri tjetrin, përshëndeteshin, falënderonin, fjalët kishin peshë, shikimet kishin kuptim, duart shtrëngoheshin në besë. Sot komunikimi është i menjëhershëm, por i zbrazët, shumë fjalë, pak ndjenja, dikur edhe pa para. Njerëzit ishin më të pasur, sepse kishin kohë për njëri tjetër, kishin ëndrat përbashkë, kishin respekt, kishin shpresë. Një fëmijë gëzoi një topi të thjeshtë, një vajzë ruante me kujdes një letër dashurie, një nën përgatiste darkën për gjithë familjen dhe nuk kishte nevojë për fotografi që ta dëshmonte këtë dashuri. Sot, gjithçka duhet dokumentuar, fotografuar, postuar. Nëse se poston, thuhet sikur nuk ka ndodhur, por ndoshta më shumë se kur ndodh që t'jetojnë më pak dhe të tregojnë më shumë. Shumë thonë, koha ka ndryshuar, po koha ndryshon gjithmonë, por vlerat nuk duhet të ndryshonin. Dashuria, respekti, sinqeriteti, shoqëria, komunikimi, këto janë ato që na bëjnë njerëz. Nuk është telefoni ai që na ka ndarë, por mënyra si e përdorim. Teknologjia është e dobishme, por kur merr vendin e zemrës, atëherë humbet gjithçka që na bën të gjallë. Dikur njerëzit shkonin në kinema për të parë një film, sot shikojnë qindra video, pa ndjerë asnjë emocion. Dikur dëgjonin këngë me shpirt, sot vetëm beac. Dikur i shkruanin njëri tjetrit letra, sot dërgojnë mesazhe të shpejta. Por letra mbetej, lexoj përsëri e përsëri. Kishte erën e kujtimit, kishte zërin e tjetrit brenda saj. Një mesazh digjital zhduket, ftohet, harrohet. E megjithatë, ende nuk është vonë, ne mund ta ndryshojmë këtë realitet. Mund ta gjejmë sërish ngrohtësinë njerëzore. Mjafton të vendosim telefonin më njanë dhe të shohim njëri tjetrin në sy, të dalim, të flasim, të qeshim, të kujtojmë
si dikur. Të mos i lëm fëmijët tanë pa përjetuar atë që ne përjetuam, fëmijërinë e vërtet, me baltë, me top, me lojra, me miqësi të sinqerta, sepse kujtimet më të bukura nuk janë ato që ruhen në cloud, por ato që ruhen në zemër. Na duhet të kthehemi pak pas, jo për të jetuar në të shkuarën, por për të marrë nga ajo vlerat që humbëm. Të mësojmë sërish të flasim, të dëgjojmë, të përqafojmë, sepse pa këto, edhe teknologjia është e kotë. Pa dashuri, pa komunikim, pa njerëz. Asnjë smartphone nuk na bën më të zgjuar, përkundrazi, na bën më bosh. Na ishte dikur një kohë kur njerëzit e donin jetën dhe njëri tjetrin. Kohë kur mbrëmjet kishin zë, rrugët kishin shpresë dhe shikimet kishin kuptim. A mund të rikthejmë sërish atë ndjenjë? Ndoshta po. Nëse fillojmë nga një përshëndetje thjesht, sy më sy. Sot, duket sikur gjithçka rrotullohet rreth ekranit të vogël të një telefoni. Njerëzit ecin nëpër rrugë me syt ulur, të përqendruar tek një botë virtuale që shpesh nuk ka as shpirt, as zë, as përqafim të vërtet. Rrugicat që dikur mbusheshin me zëra fëmijësh, me lojra, me të qeshura e thirrje për futboll apo kuka fsheti, sot janë bosh. Në vend atij gjallërimi, dëgjon vetëm tingullin e një mesazhi që vjen në Messenger apo një video që kalon në TikTok. Dikur mjaftonte një top me lec për të mbledhur gjithë lagjen, një letër për të luajtur, një radio për të dëgjuar një këngë të re. Kinemat ishin plot, teatri kishte radhë, njerëzit njiheshin, flisnin, ndanin emocione. Të rinjt prisnin fundjavën për të takuar në ndonjë shëtitje, në një kinema apo për të luajtur volejboll në oborin e shkollës. Sot, takimet janë virtuale, dashurit lindin në chat dhe mbarojnë me një sejnë. Atëre kishte bisedat vërteta, biseda që lindin nga syt, nga prania fizike, nga ndjenja që jepte kuptim çdo fjalë. Njerëzit dinin të dëgjonin, dinin të respektonin, dinin të pritnin. Nuk kishte nxitim për t'u përgjigjur me emoji, por kishte kohë për një buzëqeshje të vërtet. Në çdo kafene, në çdo stol, në çdo obor, dëgjoje histori, jete, kujtime, batuta dhe ëndra. Sot njerëzit janë pranë fizikisht, por larg shpirtërisht. Miqësia dikur linte nga përjetimi përbashkët, nga një udhtim, një lojë, një sekret i ndarë mes shokësh. Tani mjafton një follow dhe quhemi miq. Por a e njeh vërtet njeriu që ke përballë ekranit, a di çfarë ndjen, apo e njeh vetëm nga fotot dhe statuset që zgjedh të publikoj? Dikur dashuria linte në sy, në një përshëndetje të ndrojtur, në një letër të vogël të fshehur në çantë, në një shëtitje në dritën e hënës. Ishte thjesht, por e thellë. Sot dashuria është bërë algoritëm. Numërohen like e views e reaction e romanca është zvendësuar nga filtrat dhe nga historitë 24 orëshe që zhduken sa po mbaron dita. Por ndjenjat e vërteta, ato nuk fshihen, nuk skadojnë dhe nuk ka nevojë për wifi për t'u ndjerë. Në ato vite komunikimi ishte ngrohtë. Një vizitë në shtëpi vlente më shumë se 10 telefonata. Një kafe e pirë bashkë kishte më shumë vlerë se një like. Njerëzit prisnin njëri tjetrin, përshëndeteshin, falënderonin, fjalët kishin peshë, shikimet kishin kuptim, duart shtrëngoheshin në bes. Sot komunikimi është i menjëhershëm, por i zbrazët, shumë fjalë, pak ndjenja, dikur edhe pa para. Njerëzit ishin më të pasur, sepse kishin kohë për njëri tjetër, kishin ëndrat përbashkë, kishin respekt, kishin shpresë. Një fëmijë gëzoi një topi të thjeshtë, një vajzë ruante me kujdes një letër dashurie, një nën përgatiste darkën për gjithë familjen dhe nuk ishte nevojë për fotografi që ta dëshmonte këtë dashuri. Sot gjithçka duhet dokumentuar, fotografuar, postuar. Nëse se poston, thuhet sikur nuk ka ndodhur, por ndoshta më shumë se kur ndodh që t'jetojnë më pak dhe të tregojnë më shumë. Shumë thonë, koha ka ndryshuar, po koha ndryshon gjithmonë, por vlerat nuk duhet të ndryshonin. Dashuria, respekti, sinqeriteti, shoqëria, komunikimi, këto janë ato që na bëjnë njerëz.
Nuk është telefoni ai që na ka ndarë, por mënyra si e përdorim. Teknologjia është e dobishme, por kur merr vendin e zemrës, atëherë humbet gjithçka që na bën të gjallë. Dikur njerëzit shkonin në kinema për të parë një film, sot shikojnë qindra video, pa ndjerë asnjë emocion. Dikur dëgjonin këngë me shpirt, sot vetëm beac. Dikur i shkruanin njëri tjetrit letra, sot dërgojnë mesazhe të shpejta. Po letra mbetej, lexoj përsëri, e përsëri. Kishte erën e kujtimit, kishte zërin e tjetrit brenda saj. Një mesazh digjital, zhduket, ptohet, harohet. E megjithatë, ende nuk është vonë. Ne mund ta ndryshojmë këtë realitet. Mund ta gjejmë sërish ngrohtësinë njerëzore. Mjafton të vendosim telefonin më njanë dhe të shohim njëri tjetrin në sy, të dalim, të flasim, të qeshim, të kujtojmë si dikur. Të mos i lëm fëmijët tanë pa përjetuar atë që ne përjetuam, fëmijërinë e vërtet, me balt, me top, me lojra, me miqësi të sinqerta, sepse kujtimet më të bukura nuk janë ato që ruhen në cloud, por ato që ruhen në zemër. Na duhet të kthehemi pak pas, jo për të jetuar në të shkuarën, por për të marrë nga ajo vlerat që humbëm. Të mësojmë sërish të flasim, të dëgjojmë, të përqafojmë, sepse pa këto, edhe teknologjia është e kot. Pa dashuri, pa komunikim, pa njerëz, asnjë smartphone nuk na bën më të zgjuar, përkundrazi, na bën më bosh. Na ishte dikur një kohë kur njerëzit e donin jetën dhe njëri tjetrin. Kohë kur mbrëmjet kishin zë, rrugët kishin shpresë dhe shikimet kishin kuptim. A mund ta rikthejmë sërish atë ndjenjë? Ndoshta po. Nëse fillojmë nga një përshëndetje thjesht, sy më sy,